Ardiana, më mëngjesi ty edhe për keq shikues të Ka Vizionit që sot janë zgjuar dhe po shoqërohen me programin ton. Unë aktualisht kam marrë me një ambient shumë të mirë. Në fakt, ne nuk është hera e parë që kemi ardhur të takohemi me fitoren, me musafirin që sot e kam këtu. Mirë po, ne kemi realizuar para disa muajve, ndoshta edhe ka një vit që kemi realizuar një histori shumë interesante për lekat që dikur janë përdorur shumë nga të parët tanë. Mirë po që tani më artistja fitore Sylla ka filluar që të shfrytëzoj në një mënyrë tjetër. Pra ato po i shndërron në llampa dhe për dizajnin e tyre unik të cilën vetë e kanë, patjetër që fitores nuk i ka munguar edhe një çmim shumë interesant që e ka marrë kohëve të fundit në Sloveni dhe që fitore tani të na tregoj më shumë në lidhje me këtë çmim. Fitore, mirëmëngjesi edhe urime për çmimin, por shpresoj që edhe shumë të tjerë të vinë pas këtij. Mirëmëngjesi Besiana, faleminderit shumë për ftesën për këtë intervistë dhe faleminderit për urimin. Normalisht është një ndjenjë shumë e mirë sepse çmimi e vlerëson punën edhe krejt atë mundin që e bëm për këtë projekt. Kështu që ndihem shumë i lumtur. Më trego para disa viteve kur ka fillu vetë ideja për pikrish të bësh një dizajn interesant me leka dhe t'i shndrosh ato në llampa. Si ka qenë mendimi jot? Që keme pas sukses, sepse patjetër idenë e ke pas shumë të veçantë, mirë po si e ke menduar që do të pritet edhe nga të tjerët, nga publiku themi. Po. Ndoshta nga përvoja, gjithmonë kur e kam pas një ide për një projekt, e kam jap më të mirën nga vetja dhe normalisht që e kam pritet edhe rezultatin edhe suksesin. Por gjithsesi jam shumë e lumtur edhe normalisht pak edhe nuk është që kom prit krejt këtë vëmendje, dhe normalisht kjo mjep edhe ma shumë motiv për me vazhdu tutje, sepse është një projekt që unë s'pari e kam fillu prej pasioni që kam për punën që e bëj, dhe pastaj është një shenjë inspirimi që unë e kam nga kultura jone dhe patjetër kom dashur me ndërlidh me punën që e bëj. Ky është çmimi i parë apo jo për ty, apo dhe po, është çmimi i parë, po. Trego për llojin e çmimit, se sa është i rëndësishëm po ashtu në audiencë, sepse ne ndoshta që nuk kemi të familiarizuar edhe me evente të tilla, nuk mundemi të kemi një uritë mjaftueshme. Po, Big C është një platformë shumë e rëndësishme në Evropë për ndarje të çmimeve. Normalisht ndikon shumë mirë në profesion, ndikon shumë mirë në punë dhe normalisht prej kësaj ki ma shumë pamje jashtë, do më thonë, sepse ata e kanë platformën e vetë ku kanë shumë profesionistë afër, kështu që se di, për mu është vlerësimi punës. Çka thonin të huajt sidomos? A e njihnin pra si produkt të lekën më pas që se çka është më pas kjo llamp? Nuk është e njëshin shumë, po gjithsesi ishte diçka shumë interesant për ta, sidomos kur e shpjegoja faktin që edhe i mbjellim vetë dhe kemi komplet pemishtën tonë ku i rrisem. Ndoshta çka vlen me u theksu për këtë çmim është fakti që ndoshta s'kam arrit me apliku në kohë, sepse zakonisht aplikon për një çmim tillë, po çka është e veçantë është që kuratorja e Big C më ka dërgu direkt email dhe kam përgjigjet direkt lekën si fituesi këtij çmimi të produktit, si një shenjë, si që kanë quajtur ata outstanding recognition për këtë produkt. Kështu që kjo ndoshta e bën edhe më të veçantë krejt storjen. A është kjo edhe shtys për ty që tashmë të jesh më e vëmendshme kur ka gara të tilla, sepse vetë se ke fituar besimin, po e din që ky produkt me të vërtetë vlerësohet edhe është për të vlerësuar, madje ndoshta çmimet të tjera do të vinë edhe më të shumta. Patjetër se po, Big C ka qenë një platformë që unë gjithmonë e kam pas në vëmendje, por nuk e di se si më ka ikë kësaj radhe dhe është si një shenjë që do na me qenë shumë më e vëmendshme, sepse leka si produkt po kuptohet që jo vetëm tek ne ka pas vlerësim, po do më thonë vlerësohet edhe në vendet e tjera, sepse është projekt i madh, po që vazhdon tutje çdo vit, po është projekt që edhe i përgjigjet kohës sonë, është komplet i qëndrueshëm, është ekologjik, ka një histori mbrapa dhe normalisht kur ndërlidhet me dizajn del diçka e bukur për secilin ambient, jo vetëm tek ne, po edhe në vende tjera. Kështu që mendoj që e meriton me
Me u vlerësu edhe ma shumë, po dhon me nejt gati edhe ma shumë. Patjetër. Ndërkohë fitore që nga fillimi, kur vetë se e ke publiku idene dhe ke qenë pra i ku tregu publikut përmes rrjeteve tua sociale në Facebook, ka qenë interesimi i qytetarëve për të blerë, madje edhe pas materialit, po besoj që edhe më shumë. Mendon që tash tutje edhe me qenë se e ke fituar një çmim, do të shtohet interesimi edhe më tutje, mirë po me çmime qysh jemi. A ka me ndryshu diçka? Patjetër se po, besoj që i shtohet edhe më shumë vlera dhe po çka unë mundohem me qenë shumë e kujdesme është për shkak që unë i mbjelli vetë dhe nëse kam sasi ma shumë mundohna me qenë shumë arsyeshme me çmime që sa ma shumë njerëz ta kenë një produkt tillë në shtëpitë e tyre. T'jetë një produkt organik, po që edhe ka një histori interesant, kudo nëpër botë. Kështu që unë çmimet nuk i kam lëvizë dhe ndoshta edhe fakti që çmimet i kam shumë të arsyeshme, njerëzit janë të motivuar që ta blejnë lekën dhe ta kenë në shtëpinë e tyre, gjë që mu më bën mundjet tepër mirë. Kështu që unë do të vazhdoj sa ma shumë sasi që kam, aq ma mirë është për mu, po dhe për të tjerë, sepse kam dëshirë që leka t'jetë prezant në shtëpi, ambiente ndryshme, zyre, kudo. Kështu që, po. E përmendë që nga fillimi fitore, madje në materialin që kemi pas realizu, kemi qenë në fshatin atje në Gjilan, edhe kemi përcjell nga afër puna që është bërë në tokat e Gjilanit, pikërisht në mbjelljen e lekës. Tash aktualisht si qëndron, pra është koha e mbjelljes apo e vjeljes, më trego pak se kam harru. Është koha kur ato vetë janë rrit, edhe fillon tharja e tyre. Këtë veti kemi lënë ashtu në natyrë, kur ke qenë para disa muajve, ka qenë periudha e mbjelljes vitit të kaluar, edhe ka pas sasi shumë a shumë, si vjet ka shumë a pak, sepse koha nuk ka qenë shumë e përshtatshme, po gjithsesi prapë është njëjtë, domethënë është e mbushur me leka. Para si largohemi nga këto, nuk du mos me përmendë dhe vëmendje që e ka marrë leka po ashtu edhe nga shumë artistë të njohur. Prej tyre është Dua Lipa, e di që në shtëpinë e saj, pra është një llampë e tillë me lekën tamam, edhe tregon edhe traditën edhe kulturën shqiptare, kudo që ajo jeton, edhe prezanton para të tjerëve. Si ka qenë për ty duke parë që në shtëpinë e saj Dua Lipa vetë se ka lekën edhe llampën, cilën vetë ke dizajnuar ju? Po, normalisht është ndjenjë krenarie, është ndjenjë shumë e veçantë. Vetë fakti që e di që e ka në shtëpinë e saj, edhe e ka me një pozicion shumë të mirë që i ka jep vëmendje, është ndjenjë shumë e mirë për mu. A mundi me ditë se kush e ka porosit lekën ose detajet e tilla nga i ka rënë në sytë themi Dua Lipës? Po tezja e Dua Lipës e ka bodhurat për të. Cilat kanë qenë komentet? Shumë të mira, domethënë i ka pëlqyer shumë, patjetër, edhe kam përzgjedhur atë llojin ngjyrën krejt. Vjen mirë shumë kur kemi artiste të tilla që patjetër kudo që janë e prezantojnë nga vinë, e sidomos leka është një simbol shumë i rëndësishëm për neve si shqiptar, edhe në mënyrë më të mirë po e prezanton atë fitore, edhe me të vërtetë përgëzoj për punën që po e bën dhe faleminderit shumë për kohën që e pate, edhe një herë shumë suksese, duke shpresuar që çmimet vetëm të shkojnë edhe të shtohen. Shumë faleminderit për juve, unë e vlerësoj shumë krejt për krajen që ma keni dhënë si media, kështu që faleminderit shumë. Faleminderit shumë dhe shumë sukses edhe një herë. Atëherë shikuesi, ishëm bashkë me Fitore Sylen, artiste, dizajnuese e lekave, i cila vetë ka shndruar në lampa, patjetër nëse dëshironi një të tillë mund të jeni në faqen zyrtare tek Fitore Syla, edhe aty mund të gjeni detajet se ku mund t'i blini dhe me çfarë çmimesh. Po shpresoj që keni pasur edhe ju një bisedë këndshme bashkë me neve këtu, edhe linjën e kaloj tek ju në studio Ardiana.